Katerinën që ka nisur përgatitjet e kësaj dite të hënë. Mirëmëngjes dhe një javë të mbar. Mirëmëngjes e dashur, e mbar qoftë për të gjithë. Ashtu, syt nuk e ish gati gani se o do ta çoja të punën deri në fund do s'ka. E vërteta kisha vendosur e pash, mishin. Mishin, po, e vendosa fillimisht sepse janë copëza të vogla, të cilat I kam larë faktikisht dhe I kam gati dhe me thënë kështu thjesht që të më heqin ato lëngjet e tepërta, të tjetë momenti pasaj që të shtojmë edhe vajin, që do të thotë neve të dashur anvisa sot, do të përgatisim me këto lloj makarona, një tavë që më ta bëjmë edhe në tigan, edhe Lori Pulja në formën e elbit, po, të cilat mund t'i bëjmë do me thënë një tenxhere të thellë si puna ime kështu, do të thënë të hapur, mund t'i përfundojmë atje si gatim, po mund ta vendosim edhe në furrë. Kështu që për të përgatitur këtë sigurisht që do të na duhet kjo pakoja e makaronave. Unë kam përdorur perime të ndryshme që me karotë, me speca, do të thënë jeshile të kuqe, domate në copëza të vogla, një qep dhe këtë të prerë të grill holl, 2-3 kokra bahar ose deri në 4, gjethe dafine, krip piper, edhe pure domate ose dhe një lugë salcë domate. Këtë e përzidni ju. Dhe kjo është receta e parë. Po, ndjes, vazhdojmë. Jo, thash do bëjmë një 2 bukë të sheshta. Edhe gjatë momenti që kam grill këto specat edhe specat faktikisht, mendova pse jo mund të bëjmë edhe një bukë, me qenë se do jetë e shesht, ta mbushim me speca, me ullinj brenda, me djathë të bardhë. Kemi djathë të bardhë këtu, edhe këtë djathin kaçkavall që në fund do të na duhet për të hedhur te pjesa e makaronave në momentin që bëhen gati, që të ngelin të shkrifëruara dhe mos të ngjisin me njëra tjetrën. Filloj me njëherë sepse këtu më është bërë gati mua. Ndërkohë ti shton vajin e ullirit që e gjeni te kompania Neranzi dhe unë kujtoj se sot ne po gatuajmë pikërisht me produktet Neranzi. Ndaj propozimet tona me produktet që kemi këtu në Tryezë, gjithçka ju e gjeni në çdo pikë të dyqaneve Neranzi në Shqipëri edhe në Kosovë. Dyqanet organike që gjeni gjithçka në raftet e tyre, që nga erëzat, nga llojet të ndryshme të makaronave, nga markat më të mira, nga produkte të caktuara, të kufizuara shpesh për njerëz që kanë nevojë pra të konsumojnë apo të kenë një dietë të reduktuar, duke shmangur nga dieta e tyre ushqimore edhe nga gatimet produkte të ndryshme apo elementë të ndryshëm që I japin shqetësime shëndetësore në organizëm. Këtu e kam fjalën për glutenin dhe marshkas. T'ju kujtoj se në Neranzi ju gjeni gjithçka dhe jo vetëm kaq, kemi edhe frigoriferët, ku gjeni produkte të ngrira, gjeni ku diun petët, e gjeni gjithçka nga mëngjesi deri në mbrëmje. Vaktin tuaj e siguron Neranzi. Atëre, që ta siguroni vaktin tuaj, do të shikoni se si ne do të përgatisim të tavë, edhe pse sigurisht e kemi bërë dhe herë tjetër, do me thënë ne sillim në mënyra të ndryshme. Sot është kjo mënyrë që neve po e tregojmë. Kemi hedhur qepën dhe hudhrën, të cilat edhe këto janë të grira holl, një kavërdisje e lehtë bëhet dhe është momenti që do të shtojmë edhe krip. Okej. Shtojmë edhe kripën. Do të hedhim bahar. Kemi thënë dhe herë tjetër, bahari mund ta fokusojmë edhe këtu, sigurisht që e din anvisa tani janë erëzat të cilat këto kanë hyrë, do me thënë, shumë në tregun ton, dhe te kompania Neranzi sigurisht që gjeni një gamë të madhe, do me thënë është, si thuash, një dyqan që nuk ka gjë që nuk gjen aty. E vërtetë është, të gjitha llojet e erëzave dhe të baharnave gjeni aty. Gjithçka që ju doni, do të hedhim 4 kokra. Okej. Dhe duhet të thoshja edhe këtë që bahari ka atë shije ndërmjet karafilit dhe kanelës. Nuk do të shtojmë karafil dhe kanelë, se në këto lloj gatime mund të shtohen dhe ato, por kjo bëjnë, do me thënë, është 1 në 2. Dhe është shumë... E ndjeni edhe në aromë. Unë nuk e kisha hasur ndonjëherë, nga Kati e kam mësuar, sigurisht nga dyqanet Neranzi, dhe edhe në aromë ka pikërisht këtë karakteristikën e të dyjave të kanelës, edhe... është shumë e këndshme, vjen një shije ndryshe, një krip ndryshe. Kemi shtuar kështu, specat, karotën të ndarë në kubik të vegjël. Kuqe dhe karotën. Unë I kam prerë në copëza të vogla, mund t'i bëni edhe më të mëdha, por më pëlqen që t'jenë kështu, do me thënë, po se ngjajnë dhe bukur ashtu, kubik të vegjël, si të rregullta. Të kombinojnë edhe me makaronat që I kemi dhe ato në formën e elbit. Tani një zbutje të lehtë duan këto. A ta lexojun recetën? Mund ta lexosh tani, sa unë të marr pak ujë. Në rregull. Ja ku e kemi pul me makarona në formë elbi. Na duhen 500 gram mish pule.
500 gram makarona. Makaronat Lori Pulja që i gjeni tek Neranzi. Në këtë rast kemi zgjedhur, siç tham, formën e elbit të tyre. 2 qep mesatare, 3 thelpinj hudhra, gjys filxhane pure domatesh ose 1 lugë salsë, 3 domate në kubik, 1 karrot, 2 speca të kuq, jeshil, 1 gotë verë, 4 kokra bahar, 2 gjethe dafine, trumz ose rigon, krip, piper, vaj. Shojmë në recetën tjetër shpejt dhe Kati do marrë gjithë kohën e nevojshme të na shpjegojë se si do të bëjmë edhe brumin edhe realizimin në bukës së sheshtë me susam, 6 filxhan miell, 2 filxhan ujë të vakët, 1 lugë maja të thatë, 1 lugë sheqer, 1 lugë tahini, 1 lugë krip, 2 lugë vaj dhe gjysmë filxhani me susam. Kështu kemi shtuar edhe verën. Verën e kuqa. Shiko, me qëse do përdorim, do me thënë, salcë, mund të shtojmë verë të kuqe, verë të bardhë, nuk është, do me thënë, çfarë kemi në shtëpi, çfarë mund të ndodhet në shtëpi. Ne kishim të verën me lotë dhe hodhëm nga kjo vera. Kështu që, dhe dua të them këtë që tek raftet e dyqanit Neranzi është një verë masala që është enkas përgatim. Është shumë e mirë. Dhe është më ekonomike se verat e tjera, por është shumë e mirë për gatim. Tani, pasi avullon edhe alkooli, hapim një pjesës tuna në qendër, do të shtoj edhe nga kjo pure domate. Duhet, në fakt, duhet. Ashtu. Dhe kështu do t'i lëmë kohën e duhur edhe domates për t'u skuqur. Po, bëhet një kavërdisje, edhe pse është pure domate, duhet të kavërdisur, ashtu si që them gjithmonë këtu në qendër, edhe pastaj më mbrapa, e sillim në gjithë pjesën e tenxheres ose tiganit. Ajo që ngelet është domatja e freskët. Që këte e tutje, hymë në pranë verë, do të hymë në sezonin e verës, do të përdorim gjërësisht domate të freskët, por edhe pse do të kemi domate të freskët, gjithmonë është mirë që të shtojmë pure domate ose edhe domate në salsë, për t'i dhënë një tjetër shije. Shtojmë edhe pjesën e domates dhe e lëm këtu tani kështu, sa të na bëhet gati, për të shtuar, do me thënë, Qa ka mbetur tjetër? Makaronat? Makaronat do t'i shtojmë tani, makaronat do t'i bëjmë një kavërdisje të lehtë, me qënë se do t'i hedhim këtu brenda. Ose, në të njëjtën mënyrë, mund t'i vendosim në një tavë me pak vaj ulliri dhe vendosim në furrë për një 10 minuta të ngrohen dhe pastaj hedhim salsën brenda. Këtë e shikojmë. Tani ne do t'a lëmë kështu që të na bëhet gati pa shtuar ujin e duhur që do të duhet për pjesën e makaronave. Dua që të më shijojnë, do me thënë, të gjitha këto salsa, të bëhet një salse lidhur e shishme, bashkë me racionet e pulës që kemi hedhur brenda, se si që kemi prerë në kubik të vegjël që të bëhet shpejt, dhe pastaj do të shtojmë atë ujin që ne do të na duhet, që mund të përdorni lëng mishi, lëng perimesh, lëng erzash, pra këtë e përzini vetë juve, ose dhe vetë ujë. E kemi përfunduar, do t'a lë ashtu në qetësi që të në bëhet gati, do të shplaj pak duar dhe do të kaloj te pjesa e bukës. Ashtu, mirë. Shplaj duar, ti se po merre mund tani me jo. Jo, s'kam gjë për të gatuar, thjesht doja t'ju tregoja brumin që është bërë kështu. Sa i lezetshëm është? Është gati. Si e kemi bërë ne këtë brumin? Para pak minutash në ekran ne pam së bashku recetën, por nuk mjafton vetëm receta, se janë edhe duart ato që bëjnë pak diferencën. Patjetër. Tani ne do ta plotësojmë me këto specat ullint që kemi këtu, me ç'po shoh, janë për bukën apo jo? Do ta vëmë në furrë dhe pastaj në pjesën e dytë do të përgatisim brumin njësoj siç Kati e ka bërë. Dhe do të përfundojmë edhe gjellën. Do mbarojmë dhe gjellën patjetër. Tani është momenti që do të heqim të pjesën. Shikoni se sa mirë na ka ardhur brumi. Shumë mirë ka ardhur. Edhe çfarë arome të ndjen Anil? Mua më ndjen më shumë aroma e tahinit. E tahinit, unë jam një çik larg. Po ndihet. Ka një aromë karakteristike. Tahini është këtu. T'ja u tregoj pak, e keni me këtë paketimin këtu në dyqanet Neranzi, është tahini me susam, pra tahini prodhohet nga susami. Nga susami, po. Pure i farave të susamit është 100% i tillë.
Është ky kavanozi prej 300 gramësh që mund ta përdorni në receta të ndryshme, sepse duhet thënë shkon goxha, mjafton që të ruhet në një ambient të freskët edhe të thatë. Kështu tani, ajo që ngelet, neve do ta hapim dhe do ta palosim në këtë mënyrë. Duke bërë palosje të tilla, bëjmë edhe palosjen e miellit. Shiko se sa mirë ka ardhur, nuk ngjit më në dorë. Po pra. Dhe këtë do të ndajmë në 2 pjesë, që do të bëjmë 2 bukë të sheshta, ose një bukë, do me thënë, do të bëjmë të sheshtë me susam, dhe një do të mbushim me këto specat ullinj të djath. Tani ku çuam bukë të sheshtë, do ta hapim, po, do bëjmë e sheshtë. Ja, do ta tregoj tani. Ja, do ta shohim tani. Do me thënë, ato gramaturat që pam në recet, kaq ke përdorur? Po. Njësoj, jo? Njësoj si në recet. Pra kaq brum do na dalë? Kaq del. Okej. Për ato gramaturat që pam në recet, që ta dim, pra dhe zonja që do t'ju dalë kaq sa si brumi, mund ta bëni dhe ju si ne, ta ndani në 2 pjesë dhe bëni 2 bukë me 2 shije të ndryshme. Kjo doli pak më e madhe, tani këtë do bëjmë neve me të mbushur, do bëjmë këtë më të madhe. Këtë më të madhe. Do i pëlqej më shumë. Po pra, se ka dhe specat edhe ullimt. Edhe djath do t'i vendosim asaj? Do t'i vendosim dhe djath. Të djathin e bardhë, okej. Djath të bardhë, se shkon djath i bardhë me ullinje me këto, dhe madje kam edhe trumës, gjë që do të shkoj akoma edhe më shumë. Tani, do të më duhet mua të marr edhe susam. Ku e kemi ne? Susamin? Susamin. Pyetja. E kemi këtu susam. Mirë, sigurisht që është një shije që do t'i shkoj shumë kësaj buke në fakt, edhe me farat e susamit, duke qenë se edhe vetë ahini ka ato aromën karakteristike, kështu që është një kombinim shumë i këndshëm i kësaj buke, po patjetër që ajo buka klasike me djathë me ullim mbetet gjithmonë e preferuar, e ndër të tjera aty e ham bukën pa gjë tjetër shtese, kemi ullirin, djathin edhe specat brenda në bukë. E dim që sot në tre ka pafund larmishmëri bukësh sipas shijes të zeze, të bardhe, të vogla, të mëdha, të kripura e të ëmbla, por nuk ka si ajo buka e bërë vetë në shtëpi. Është një proces shumë i këndshëm që shijon e gjithë shtëpia merr atë aromën edhe shihen në një buke të bërë vetë. Fëmijët e preferojnë shumë, kështu që ndër të tjera jemi edhe të sigurt në gjithçka që konsumoni. Dhe jemi gati tani për ta mbaruar këtë bukën, ka ti gjetëm farat. Po, gjetëm farat. Hajde ta mbarojmë shpejt, ta vendosim në furrë, se un kam shumë qejf ta shohim të pjekur deri në fund. I kisha lënë këtu. Këtu ishin as ti as unë si pa. Mirë, s'ka gjë, ja ku e kemi. S'ka gjë, e rëndësishme është që i kemi, kjo ka rëndësi, dhe që i kemi sigurisht që i dim se ku i gjejmë. Okej. Si bëhet kjo tani? Tani, kjo buka, siç e shikoni, ka ardhur dhe bëhet bukë e sheshtë në këtë mënyrë, që do të thot e bëjmë tani një pjesë me susam, në këtë mënyrë, ose kemi një tavë që nuk ngjit, ose do të kemi një letër kuzhine që e shtrojmë, por neve jemi siguruar, do me thënë, për pjesën e tavës, që nuk ngjit, dhe do t'i hedhim edhe këtu susam. Po, dhe edhe e ndihmon susamin. Tani, të pjesën e fundit, E hape. ja do t'a bëjmë kështu, se do vëmë dhe tjetrën këtu. E hapim në këta mënyrë. E lëm pak sa të hapim tjetrën, edhe pastaj do me thënë do t'a bëjmë me gishta, do punëm dhe do hedhim susanin mirë sipër. E kuptova. Tani do të Tani bëjmë. këtë do ta përzimnem, ato gjëra do t'i fusim brenda? Këto do t'a hapim edhe këtë në këtë mënyrë, tamam si një lloj pice, por kjo s'është picë, është me bukë. Po djathin e bardhë do ja shtojmë ajo? Do t'a shtojmë për Po këtu pra, po tani. duhet ta nxjerrim nga kjo. Tani do t'a shtojmë sipër. Ja, kam lugat janil edhe ajo kjo tjera pjata? është e pastër, po. Ja, kështu. Sa minuta kemi? Na thoni pak? 3 minuta. Mirë, e vëm bukën në fund. Kemi atë kohën. Tani këtu nuk e susam se ka pjesa e fundit. Ashtu. Kjo bëhet shumë e mirë dhe shumë e shishme. Speca, ulli, djath. Edhe tjetra që është që e bën të shishme është sepse kjo brenda tek mbushja, do me thënë tek brumi, kemi vendosur, po, është mjaftueshëm. Okej. Do të hedhim këto specat dhe ullinjt.
të cilat do t'i vendosë kështu brenda. Do një domate mund t'i shtonim, po të donim, por edhe djathi. E bën shumë të shishme. Edhe aty kam edhe ca kështu, ose rigon, ose trumës. Prej se e gjejmë. Kemi këtu nga erzat. Po. Një gjejum. Jo, i kam këtu. Tu kemi, vetëm erza kemi. Në Rancë na ka mbushur shtëpin plot, sa që i kemi të gjitha kombinimet e shijeve që mund të duam. Ta vendosim në brëndësi. Me sa temperaturë do ta pjeki? Tani, në një temperaturë në 180 gradë dhe 25-30 minuta dhe do t'i kemi gati. 180-200 gradë, do me thëmë varet dhe nga lloji furave, se ka të saj që janë më të nxehta. Nxehta. Mendoj që mos t'i hesusam lart, kemi vendosur vetëm në pjesën e fundit, edhe e kemi shumë mirë. Pak vaj ulliri duhet ta spërkas. Okej. Ja ku e kemi vajin e ullirit. Hidh Danila, s'ka gjë. Mos miku shumë? E mirë, neve dikur e bënim vendosim dorë. Shumë e gisht. Po ka që e ka kjo atë, edhe tjetrës? Tjetrën tani do të bëjmë këtë eja, kështu. Do shtojmë susamin atë. Edhe do shtojmë susam dhe do t'a vëmë brenda. Tani nga që është temperatura ambientit ngrohtë, shikoj me njerë mori buka, do me thënë. Nuk ka nevojë të qëndroj, sepse është mirë që të qëndroj, po 10 minuta neve po thuaj se 15 minuta e kemi lënë këtu në ambient, kështu që s'ka nevojë të qëndroj, më është gati për ta vendosur në furrë. Edhe kjo gjella po bëhet shumë e mirë. Mos e kurseni susamin, se e bën shumë të shishme, e bën krokante nga pjesën e jashtme, të shishme, sigurisht që ju dini vlerat ushqimore që përmban susami, dhe të butë në brëndësi. Këto janë si thua bukë të cilat bëjnë shumë të buta në brëndësi dhe bëjnë atë koren krokante në pjesën e jashtme. E kemi gati ne për ta vendosur në furrë. Në rregull. Pastrojmë tryezën, lajmë duart, vendosim bukët në furrë, ndjekim fleshën informativ të orës 9:30 dhe vim prap. Patjetër, do të rikthehemi për të treguar brumin edhe vazhdojmë edhe tavën. Edhe për të mbaruar të tavën, po, pas pak. Jemi në kuzhinë, mos u largoni. Mirë se erdhët, po ju prisnim, ishim kështu, me frymarrje të ngrirë për të futur në transmetim. Po mirë, në kuzhinë jemi. Në kuzhinë jemi. Tani do bëjmë edhe gabimin. Na lejohen të gjitha me këtu. Në kuzhinë të gjitha lejohen. Nuk jemi në tema më shumë serioze. Jo, jemi njësoj si ju në shtëpi, ju po gatuani, ne po gatuajmë. Atëherë, edhe tham, ne të shikonim nëse salsa jonë, domethënë, ishte bërë gati, që të shtonim pjesën tjetër të ujit për të, domethënë, të shtuar dhe makaronat, që do të thotë makaronat, neve, ashtu si tham, mund t'i vendosim në një tavë dhe t'i përfundojmë në furrë, po me që furrën tani kemi bërë, do me thënë t'i vendosim bukët, do t'i bëjmë një kavërdisje të lehtë në tigan. Që do të thotë, në atë tigan, Anila mund më shtosh lutem një lugë vaj, jo më tepër. Ja, ta kisha lënë, se në fakt nuk kam arende nxehtësi dhe kishte pakës ujë, ta fshi që të fash shpejt, mos na kërcas vaj. Dhe hedhim. Ose, do me thënë, nëse është tigani që nuk gjitë, dhe ne vajin e kemi hedhur tamam këtu te gjella, nuk i hedhim fare, thjesht i hedhim makaronat që të na ngrohen, do me thënë të marrë një temperaturë. Dhe pse bëhet kjo? Bëhet për arsye se në momentin që i hedhim atje, makaronat na shkrifëron, na bëhen të shkrifta. Nëse i hedhim këtu direkt, ato na qullosen. Nuk bëjnë atë shkrifërimin. Kështu që është me patjetër ose në furrë, ose dhe në tigan. Do me thënë i bëjmë një kavërdisje të lehtë dhe i hedhim brenda këtu tek salsa që neve kemi përgatitur me këto mishin e pulës, me karot, me spec, me domate, me pure domate, me kokra bahari, kemi shtuar dhe dafin, ne kemi shtuar dhe me verë të kuqe kishim neve për momentin, por o njërën o tjetër s'ka problem, një verë gatimi duhet. Tani do të hedhim dhe masën tjetër të ujit në raportin 1:3, nuk është 1:2 si pilafi, është 1:3, do me thënë të kemi pak më tepër. Më të lëngshme. Mos jenë të thata fare. Tani do të lëm edhe pak që të na bëhen gati, këtu do të shtojmë edhe makaronat në tigan. Që mendoj se tigani është ngrohur, sepse është nga si tigani i gurit që do një qikotë nxehet, prandaj nuk i hodha vaj. Shikoje vetë në jo, nuk i hedhim se kam hedhur vaj aq sa duhet. Makaronat që nuk besoj se...
Jo, aqë, sepse aqë e kam dhe masën e tiganit, këto do t'i mbaj për një supë. Lëm për një supë, patjetër. Bëni, gjithmonë në shtëpi ju ngelen kur përdorim makarona, mund të lëni, se nëse përdorim janë 500 gram, përdorim 400 gram dhe 100 gram i mbajmë për përgatitur një supë që bëhet shumë e shpejt, me një karot, një patate, një kofsh shpule për shembull, me pak seli, no? Bëni një supë t'i kaloni si thua edhe vaktin e darkës, ose edhe vaktin e drekës, sipas mundësive në çdo familje. Janë gjëra të cilat neve duhet t'i zgjidhim, si thua me pak gjëra, por të akoma këtë lloj supe mund ta bëjmë edhe me një vezë për shembull, duke përzier me vezë dhe limon dhe bëhet shumë e mirë. Dhe është e plot për të kaluar vaktin e drekës faktikisht, me një racion djathtë, e vëm këtu këtë se nuk ishte. Po, e lëm aty. Tani këtë do ta lëmë që të na ngrohen, ndërkohë që edhe atë e kemi gati, ne do të thënë ka marrë. Kemi kështu një moment si pauze, të hedhim një sy recetës së shumë mirë. Si gjellës e kemi parë që në orën 9, kështu që ta rikthejmë dhe i lëmë edhe kohë makaronave të marrin atë valën e nevojshme, skuqjen, ngrohjen. Pul me makarona në formë elbi. Na duhen 500 gram mish pule, 400 gram makarona, 2 qep mesatare, 3 thelpinj hudhra, gjys filxhani pure domatesh ose një luk salc, 3 domate në kubik, një karot, 2 speca të kuqe shil, një got ver gatimi, ver të kuqe, ver, çfarë të keni në shtëpi thakati, kryen punë, 4 kokra bahar, 2 gjethe dafine, trumz ose rigon, krip, piper, vaj. Shumë e mirë kjo receta, edhe e shpejt në përgatitje, edhe e shishme, edhe vjen ndryshe, kështu që idenë e drekës për sot e keni marrë, nëse e keni zgjedhur për sot, për nesër, për ditët në vazhdim, është pikpyetje e vazhdueshme për gjitha zonja, çdo bëj sot për drek. Tani për punën e makaronave, në momentin që e hidhni një tigan që nuk ngjit, dhe e provoni, nëse i kapni edhe ato kanë fituar temperaturë dhe nuk i mbajnë dot mozat e dorëve, do të thotë që janë bërë gati për t'i shtuar në tenxhere. Pra mos i lëni që të marrin atë ngjyrën, domethënë si i bënim dikur makaronat e ushtarëve, të skuqura. Ushtarëve, po vërtet po di që bëjnë të mira ashtu. Shumë të mira bëjnë, shumë të mira. Kanë një shije të veçantë, një shije karakteristike, me thënë të drejtën. Ishte një gatim si thua, merrte atë shijen pa mish brenda, pa gjë, thjesht me ujë dhe makarona me vaj dhe ishin që nuk e di çfarë të them. Janë nostalgji faktikisht. Dhe i bëjmë logun e mishit të pulës për shembull, edhe po dhe dalin shumë të mira dhe shumë të shijshme. Shumë të shijshme dalin vërtet. Tani edhe pak ato. Jo, mirë janë ato. Ato po bëjnë shumë të mira. Thash, bëjnë si mafishe nga brenda, edhe nga jashtë bëjnë krokante. Do të bëjnë shumë të mira, do ja tregojmë në momentin që ato të jenë gati. Sigurisht që kanë marrë një kohë ato që i kemi vendosur në furrë, por nuk është koha e dur për t'i nxjerrë nga furra. Tani edhe një kavërdisje, domethënë pak. Edhe pak fare duhet, që do të thotë do t'i kalojmë neve. Do t'i kalojmë. Që do të thotë kaq. Rëndësishme është që ky procesi i ngrohjes në një tigan ndihmon, pra një sekret që Katerina na e tha, që makaronat të mos na qullosen kur i shtojmë këtu në një gjell apo në një lëng që vlon edhe ka një temperaturë të nxehtë. Ja, do me thënë e pam në atë moment që makaronat që bëri një zhurmë. Që do të thotë që makaronat ishin të nxehta. Tani, ajo që ngelet, një përzierje bëhet në fillim fare, pastaj nuk ka nevojë që të bëhet më përzierje tjetër. Këto do t'i heq të dyja. Do të vendosim kapakun. E vendosim kapakun. Temperaturë mesatare të na bëjnë gati, aq 10 minuta. Mesatare te 4 ta çoj. Po. Faktikisht koha e zgjatjes ajo do një 10 minutësh, por problemi është që në 5 minutësh mund ta fikim sobën dhe ta lëmë temperaturë të sobës që të bëhen gati. Nuk ka nevojë, domethënë, që ta kemi të ndezur sobën. Ta fik fare? Këtë jo, këtë do ta fikim, ato do ta lëmë neve 5 minuta dhe pastaj do ta fikim. Okej, po lotë treshi se shoh ka marrë. Shumë mirë, nuk ka nevojë domethënë për më tepër. Ne kalojmë tani për përgatitjen e bukës. Që do të thotë, ne fillojmë me tahinin fillimisht. E kam këtu lugën, që më duhet një lugë tahini, të cilën do ta tres në ujë këtë, në masën e ujit që do të na duhet për të përgatitur brumin. Kjo është majaja apo çfarë? Maja. Maja, është maja. Është dhe atë aty e gjejmë që do të thotë e marrim një herësh edhe e kemi edhe për herë të tjera. Tani më duhet kjo lugë. Edhe paska dhe paketim në lezetshëm, se është kështu në metalike, që do të thotë ruhet, ja, shikojnë ku jam këto. Edhe ruhet mirë, nuk e kemi në përqeska që na derdhet në për ato raftet e gatimit, me kapak,
edhe shkon edhe goxha me këtë. Atëre, e përzim këtë që të na tretet. Kjo ka një aromë, përveç se, si të thuash, ka yndyrnat e mira, por sigurisht që ka dhe një aromë të mirë tek buka. I jep shumë aromë të mirë. Edhe dhe shëndetshëm ta jeni shumë. Ashtu, tani këtu në enë do të edhi majan dhe sheqeri. Pra një luk sheqer, një luk. Kjo që ndryllaun. Që të aktivizohet. Kështu na ke thënë, sheqeri ndihmon? Sheqeri, mikroorganizma, se ç'është mikroorganizma janë, të cilat me sheqerin ato aktivizohen shumë mirë. Do të edhim ujin, këtë që mund ta hidhnim direkt edhe tek pjesa e miellit, por me që ashtu e bëjmë edhe në këtë mënyrë. Zakonisht në këtë mënyrë bëhet majaja që është e butë. Këtë mund ta hedhim direkt, do me thënë te mielli, hedhim mielin, hedhim majan, hedhim këto me radhë gjitha. Po. Kështu që Kripën, po themi. kripën në momentin e fundit. Buka në pjekje do edhe shumë pak minuta e do ta kemi gati. Pra, tani po bëjmë brumin e bukëve që do të nxjerrim pas pak nga furra. Do t'i shihni të pjekura, të përfunduara dhe tani do të kuptoni se si bëhet ky brumi që del aq i shkrifët, aq i butë dhe do ta tregoj edhe ato bukët që janë si spunxher nga brenda. Hedhim edhe këtë tahinin, që jep këtë aromën e mirë dhe aromën e veçantë bukës. Hedhim edhe pak vaj. Tani i përzim. Duke shtuar pjesën tjetër të miellit. Faktikisht unë e kam matur këtu. E përzim. Mirë. Dhe shtojmë edhe ujin. Ati. Urdhë? Kemi një sy asaj bukës kot për merak. Ta shikojmë, Jo, ta shikojmë mirë thua. Wow, sa të mira janë bërë. E pra, më shumë të mira, po thash me zuhet i nxjerrim. Shiko, do ta lëm dhe pak duke fikur sobën. Edhe sa të bëj dhe unë brumin dhe kemi gati. Sa të mira janë bërë ato, do t'i shohim pas pak. Fillimisht e bëj me luk dhe pastaj me duar. Brumi gjithmonë bëhet me duar. Patjetër. Asnjëherë me duar. Kam parë që tani ne morë dikur në familje tona me duar bënim, nuk bënim me doreza dhe me gjë. Tani brumi me doreza nuk bëhet, të ngjitet në doreza dhe hiq doreza, hiq brumin. Është e kot. Është një gjë e kot, nuk është pastërtia, nuk tregon doreza. Dorezat tani kanë dalë, në kohët tona nuk bënim doreza. Mjafton duart e pastra. Duart e pastra, vendi ku do të gatuani, banaku i kuzhinës, tavolina etj. Dhe jemi në rregull. Pastaj në shtëpi gatuajnë mamat edhe gjyshet, kështu që kush e di sa qindra herë në ditë i lajnë ato duart e shkreta. S'pësojmë gjë nga ushqimet në këtë shumë. Sigurisht, ne shqiptarët e kemi në gjak, do me thënë pastërtin. Me thënë të drejtën nga të gjitha vendet e botë, se unë ka dhënë mundësia që të lëviz shumë vendet të vendit tonë, edhe për arsye të punës time që kam pasur, por edhe më janë dhënë mundësi dhe kam parë, do me thënë. Neve si popull, si thuaç, e kemi në gjak pastërtin. Është e vërtet. Jemi njerëz shumë pastërtor, edhe mikpritës sigurisht, kemi shumë veti të mira, punëtor, kështu që... E vërtet, e vërtet. Çdo gjë, do me thënë që duam, e arrim me shumë sukses. Jemi me sedër, njerëz me sedër. Ja, edhe brumi u bë. Iku dhe brumi... Qështë si që e patë, unë nuk është se përdora masa, do të shikoni vetë, brum buke bëhet, punojeni, majaja është ajo që do t'i japi mundësim pastaj që të kur do t'a lëni të rrisë vëllimin dhe të bëhen ato. Sa do t'a lëmë të vi, pra i tasti që na ufuri ashtu, s'ta ko e leti? Vajti rreth 1 ore. Ashtu, a? Vajti rreth 1 ore faktikisht, por kjo tani varet edhe nga ambienti. Po sigurisht që do mbi 20 minuta dhe lartë, me thënë që të jetë brumi tamam ashtu si që duhet. Bëjeni brumin, mbulojeni, merruni me punët e shtëpis, po bëni edhe gjellën, edhe pastaj,
E shikon, iku vetë dhe nga duart. Me thënë, ky është brumi tamam, as i pjesën fort që mbetet. dhe as i butë. Një brum tamam për bukë. Por thash që ky lloj brumi, se ne kemi bërë dhe herë tjetër, ky lloj brumi ka atë të veçantën që është brum i cili bëhet me tahenin brenda që e bën shumë të veçantë bukën. Ja, kjo është tani buka. Kur e bëjmë kështu, sikur po bëjmë palosje, sikur po e ngjeshim. E fusim dhe kështu nga brenda. Po, është një lloj sikur po e punojmë në tryez. E njëjta gjë është kjo. Se janë, shiko si bëjnë palosje të ndryshme, hapjet, bëjnë hapje. Dhe sa më shumë ta punojmë kështu, aq më i butë do me thënë bëhet. Atëherë, e vendosim. Tani pak vaj do të vë. Ma e për të ndihmoj, jo. Pak kanil që të lyej pak anët. Ja më thuaj ti sa. E hidhe dhe pak se nuk është se më. Më the 3 herë pak ka, si që më pak s'ka këtë shkoj. Si zonjat të Gjirokastrite që janë një koqire, po jo se janë kornace me thënë të drejtën, sepse unë nuk duaj që të ngelet. Nuk shpërdoroj dhe mire bëjnë në fakt. Ku e kemi atë qesën? Shiko, tani nuk duaj që s'ka nevoj pëse ta vëmë në një enë tjetër, kjo do të rrisë vëllimin dhe kështu që kjo e ndihmon vaj që të aktivizohet, dhe me thënë ta ndihmoj që të rritë sa më shpejt vëllimin anës, prandaj duhet bërë. Edhe ta heqim kollaj nga ena, edhe hiqet kollaj pastaj pa tjetër, Anila je shumë edhe zgjuar, po i ke kapur shumë shpejt. Nuk guxoj do me thënë që ta them fjallën dhe me një herë e rëmben fjallën edhe i jep atë si thua rezultatin e dur, kuptimin e dur. Faleminderit, sepse më pëlqen të mësoj gjëra të reja, edhe kuzhinën e dua shumë, kështu që kjo është arsyeja, por ti shumë faleminderit. Që bëhet këtu? E kemi lënë me temperaturë të ullët, që të marri këtë trashjen. Janë të shojmë që ka dhe makarona këtu brenda. Shifini pak, janë ku janë. Mirë duket. Jo, janë shkrifruar ato, mirë janë. Nuk ka nevoj që të... Tani, do nxjerrim bukën apo... Do t'i hedhim pak djathë sipër, mos i ashtu. Po më duket se kanë... Jo, nuk kanë gjitur, Jo, nuk zën ato. A i ke fikur sopën? Të treshi e kam sopën. Fike tani, s'ka nevoj më. Fika. Se ka të më vërtet. Fika kati. Ta nxjerrim bukën. Po, do ta nxjerrim, po duam atë letër në telefon ku e kemi vënë që të... Nuk po ma shikte syri në fakt, por që... Po pse mërë ku i kemi vënë? Ja, më i kemi këtu të vëndi. Të vëndi vetë, Here parë që gjetëm. Që gjetëm në vëndin e vetë. E gjetëm shpejt kësa radhe, sepse ishte në vëndin e vetë. Ja. E ti sa ndimu se kanë qenë nëna tona, dikur i vëni një pecet guzhine. Pa. Edhe ashtu, tani ne gëshër në guzhine. Janë shtuar aksesarat. Këto të reat sot. Dhe thëmë, brezi sot ka shumë gjëra, por edhe ekonomike. Kështu që është gjëna të mos gatuash vetë në shtëpi, kur janë të gjitha mundësit, edhe në treg gjëndet gjithçka, në Ranzi në ndihmon të bëjmë edhe receta moderne, edhe të krijojmë. Dhe kjo tek kompania në Ranzi e merr një herë dhe e mban sa të duash atë. Na duhet për shumë gjëra. Pra, këtë brumin të duhet alini rreth 1 orë, të paktën 45 minuta e sipër. Në një ambient, do me thënë, të ngrohtë, mos jetë në drejtim të erave që bën korrent, sepse kur e lëm ashtu, dijeni se sa do që ta lëni, do vonoj shumë mbi 2 dhe 3 orë që të bëhet, se ndikon, do me thënë, e jep ftofje dhe nuk i jep mundësi që të ngrohet. Tani le ta lëm këtu. Tani atë ajo do vija bashkë. Po pres ta shohim atë bukën. Hajde, se do dalin tani. Ta nxjerrim nga furra. Është bërë mirë shumë ajo. Të vërani të hapësirën këtu. Shikojeni në qikë se këndshme ka dalë. Ka në dalë se janë 2. 2. Kemi 2 bukë. Kjo ka një aromë të shkëlqyer. E shoh që edhe në ekran duket po kaq bukur, me siguri nga shtëpitë, nga baret ku janë duke na ndjekur tani apo zyrat, i kemi hapur oreksin. Shif. Asa e mirë ka dalë. Thash që do bëhet krokante nga jashtë, edhe djeg, po neve në qikë të kuzhinës nuk para na djegin duar. Ka krijuar imunitet duart e tua. Na kanë krijuar imunitet ashtu si shtuani. Bukat janë bërë të shkëlqyera. Të hedhin edhe makaronat? I hedhim dhe makaronat, po. Se te këto bëhen të mira, nuk është vetëm buka. Ja ta lëm këtu. Dhe pastaj do t'rregojmë pak edhe një herë gramaturat përkatëse të bukës. Atë që doja të thoshja kam visave se kam prerë, kam bërë gati këtë djathin, duhet në momentin, do me thënë para se ta servirin, kur fikni atë guzhinën, që ta lëni dhe 5 minutat të tjera që thamë që shu, i bëni këtë me djath, djathi do të shkri
dhe nuk do t'i lejoj makaronat që të qullose. Tani ne do t'a servirim faktikisht. Thash nuk dua që të jetë shumë e thatë. T'jenë makarona pak të buta. Si ta mbushim, si mbushim neve shqiptarët që duam një qik plot. Ashtu se shiko, edhe kur e mbushim më pak, zakonisht pasohet me ato fjalin më hidhe pak. Me hidhe pak. Më shto dhe një qik në Edhe fjalë. nënat nuk ka nevoj që të thonë hidhe pak, se i hedhin vet nga... i hedhin vet ato aq sa duhet. E kanë zakon nënat që t'i mbushin pjatat, papa. Por jo të vetën. Jo të vetën, Jo të të fëmive, sidomos të fëmive. Sidomos të çunave. Na u hap një qik edhe një. Si mama çuna është të dyja? I dim këto gjëra. Kati të lumshin duart. Faleminderit, kjo faktikisht duhet të qëndronte, por e dim shumë mirë që këto serviren kur janë të ngrohta. Do me thënë duhet që të mos qullosin dhe kështu, por ajo që është shumë e rëndësishme janë që bëhen të shkrifta, bëhen shumë të shijshme. Makaronat janë ato që japin atë, si thuash, vlerën kryesore të pjata, sepse është cilësia e llojit të makaronave. Dhe tjetra pasaj perimet që kemi hedhur brenda na kanë sjellë një pjatë të shijshme, të shëndetshme, bashkë edhe me racionet e pulës, do me thënë me pak mish pule, nxjerrim një, si thua, një gatim shumë të mirë, shumë të shijshëm, të shëndetshëm dhe plot vlera. Po, dhe që shion me Dhe këto bukët kështu, pastaj janë një gjë. Lezeti i ditës së sotme. Është e vërtetë, sepse makarona kemi bërë shumë herë, por thamë që t'i shoqërojmë këto bukët edhe me makarona. Kati, unë të falenderoj për recetat. Faleminderit e dashur, kënaqësi që ndaj këtë emision bashkë me ty. Edhe le të përshëndes unë anvisat që ti... Që unë t'i them do takohemi pastaj, e dini. Atëre, nga unë Katerina, miropafshim, kaloshi një ditë sa më të bukur dhe ju bëf të mirë, mos hezitoni t'i përgatisni në familje tuaja. Vërtet, to bukët e sheshta, me susam apo dhe me djathë edhe ullinje dhe speca kështu, do t'ju ngelin të veçanta. Mënyra e përgatitjes është shumë e thjeshtë për të përgatitur, bëheni dhe do të më kujtoni. Ashtu, Kati, faleminderit. Nesër do t'jemi përsëri bashkë me shumë kureshtje për të parë se çfarë do të sjellim në këndin ton të gatimit. Ndërkohë përgatisni këto që ju kemi sjellë sot me shumë shije, duke bërë dhe pazaret në dyqanet në Randzi. Tani shkojmë në publicitet.